Rreshtit e dendrat e shiut kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në territorin e Bashkisë Vauides. Banorët e zonës tregojnë se uji në banesë ka arritur deri mbi 1,5 metra dhe janë bërë të pabanueshme. Dëmi llogaritet në miliona lekë, ndërsa bën apel qeveria të marrë masë për të investuar në përrojën e Glinës. Kam pa një vërshim të përmytjes në masën mbi 1,50 cm ujë mana, një dam kolosal, me dhomë gjumi, me guzhin, me pajisje që kam pasu brana për brana. Tentova me çuk të tovalina karrije, po niveli ujit i hodhi sipër, bani damet pa para, me frigorifera, me gjitha dhe me thani ka zirë jashtë shpërdorimit. Realisht, kjo përmytje është rast i rrallë, unë kam punu edhe në organet e policisë shtetit. Nuk ka ndonjëherë për 35 vite që kemi pa kaq ujë, kaq përmytje. Vërshimi i ujit ka qenë rreshtet e shumta të shiut që kanë ndarë në zonën tonë, në zonën e Vignelis, edhe zonën e Vaudesit, Bushatit e Pypëll, domethënë, por që për një gjysmore tu kam pa hata. Domethënë, këtu në këtë vend ku jam për momentin, e kam pas ujit në gjoks. Objektin edhe banesën time ka bërë pa banueshme, nuk bëhet fjalë që të marrë. Ne jemi në fillimin e dimrit dhe nuk parashikohet se çfarë mund të ketë gjatë periudhës. Shifra ime është mbi 30 milion lekë dam që kam sot për sot në objektin tim. Në mënyrën më urgjente, qeveria të marrin masa, jo për objektin tim, se unë nuk do të jetoj më as i ditë këtu as do të punoj, pasi nuk kena asnjë lloj garancie, por që të investojnë paktën për këtë pjesë të qytetit edhe banorëve të Vaudesit, për të investuar në projekt Glinë. I ka dhënë me Vajullinit edhe Ader. Fuzi 5 kintalë. Edhe të dy e kam bërë të Vajullinit i ka marrë. I janë derdhë. Sa minuta ka punu? 20 minuta. Për 20 minuta ka ndodhur gjithçka. Vetëm faji i estetëve në Urë Spathari. Sepse i ka zënë shumë i estetë. Është defekti i kësaj pune. Ka ndonjëherë? Jo, më ka ardhur herë tjera, por sa ka ardhur, si më thoni, 15 cm ujë. Jo më. Sa është dami që ka shkaktuar? Për zotin mbi 50 milion lekë më ka marrë mall, plus çka ka prif edhe 10 milion lekë nga pozitori. Dëmet e shumta janë shkaktuar në tokat bujqësore në zonën e Vauides, të cilat vijojnë të jenë të përmbytura. Thyrja digës së malit të Erzum në Vignel mbetet shqetësim teksa banorët thonë se askush nuk interesohet. As s'ka kush me i pa me sy, pa atjeni ju që me i pa, deri në majet të ullimit, sa s'duk, djenë nuk është duk asnjë ullin, veç krejt ujë, i ka thy, i ka shkull, i ka rëzu, i ka mush me lëm, për mytën shtëdheje tjera, po jo në kësaj natyre. Këtë rallë ka shku deri të shtëpijat atje në fshat, vetëm unë si person i kam pas 25 kintal, 30 kintal ullimen, noshtit se marra si kokër. Dami më ne lujit e ti, ka pas damin më të vogël një anë ku, të shka dami me prodhim da, si ullej nuk e vjelu në këtë blok. Këti të prurje si vinë me mija me tërkup, na kanë bërë damet konsiderueshme në si në ullej, si në blektori, në të gjitha zanët. Na kanë shkatëruar totalisht, nuk ka vjetë i parë. Çdo vit e këtë punë këna na. Ashtë punu keq kur apo diga. A thuj herën e parë kanë bërë keq digën, edhe a thuj për herë dytë diga, edhe na ka bërë damin më të madhin dhe kokër legu që na kanë marrë ato si sa thuj diga. Dam s'ka më, na kena marrë na kryjm punë kët, na rrim kët këtu. Ne te kryjm punë. As nuk vjen kush më na pa, as më na pyet, as a ka bën dam. Për sa i përket situatës në qarkun Shkodër në rrugën Kish, Shosh në vendin e qytetardha Shoshit ka pasur një gurësh që kanë bllokuar qarkullimin dhe rruga është e pakalueshme. Në bashkinë Puk në njësitë administrative Rrapë dhe Gjeçan ka rrugë lidhëse të fshatrave të bllokuara. Rruga nacionale Puk Fusharrës është e bllokuar në vendin e quajtur Qafa Batrës, si pasojë e shemjes së një masivi dheu. Edhe në bashkinë Fusharrës janë dëmtuar pothuajse të gjitha rrugët rurale të territorit të kësaj bashkie.